me asa arrita të lexoj këto ditë në Politico të ushtërvisë e Brukselit, prestigjioze, britanikët tentojnë të edhe në këtë tubim, po edhe në plan pak me afatgjat, të gjejnë një qendër në Ballkan ku do të strehojnë emigrantët e refuzuar në Britaninë e Madhe. Dhe duke se Kosova është zgjedhur si një prej, ndoshta edhe i vetmi lokacion, diçka e ngjashme do të thotë me atë që ka bërë kryeministri Rama me Giorgia Melonin e Italisë në rastin e azilantëve. Mendoj se nëse çështja mbetet vetëm me Britaninë e Madhe, nuk do duhet të kishte problem, sepse është një vend specifik për ne, që ka bërë shumë për Kosovën dhe për hir të raportit specifik që Kosova ka me Britaninë e Madhe, do duhet miratuar atë kërkesë të tyre, por aty të përfundoj. Jo të vazhdohet pastaj me vende tjera, në kuptimin që Kosova të shndërrohet në stacion të azil kërkuesve nga gjitha Evropa. Do thotë, supozoj që qeveria ynë do të ta pranojë kërkesën e Britanisë së Madhe për të strehuar në Kosovë numër të konsiderueshëm të azil kërkuesve të refuzuar, por që do ta mbyll aty, jo pas të refuzoj çdo kërkesë të shteteve tjera. Pra të thuhet qartë që po e bëjmë këtë për Britaninë e Madhe për shkak të kontributit të tyre të madh në çlirimin e Kosovës, shtet ndërtimin e Kosovës, por është përfundim mbyllje e këtij refimi me të tjerët. Profesor, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit ditë. Faleminderit të ftesën. Faleminderit.